Ekonomia shqiptare do të ketë rritje më të vogël gjatë 2015 si pasojë e përmbytjeve të ndodhura në jug të vendit. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë në daljen e tij të parë si guvernator ka deklaruar se ekonomia do të jetë nën potencial. Dëmet e shkaktuara nga përmbytjet në zonat jugore të vendit kanë kërkuar një rishikim të lehtë për poshtë të parashikimeve tona për rritje ekonomike të vitit 2015. Megjithatë, ndikimi i tyre pritet të jetë i përkohshëm dhe ekonomia projektohet të qëndrojë në një trend rritës në horizontin afatmesëm. Parashikimet tona sugjerojnë se aktiviteti ekonomik në vend do të mbetet në nivelin e tij potencial edhe gjatë vitit 2015, duke diktuar një shfrytëzim jo të plotë të kapaciteteve prodhuese. Përsa i përket situatës së kreditimit, guvernatori ka sqaruar se aktualisht po punohet me bankat e nivelit të dytë për të gjetur një zgjidhje. Megjithatë, zgjerimi i kredisë mbetet ende i ulët, si pasojë e kërkesës së brisht për kredi dhe politikave konservatore të bankave në kredidhënie. Normalisht Banka e Shqipërisë është duke punuar ngushtë me bankat dhe bizneset në mënyrë që të koordinojë sa më mirë punën midis tyre dy grupimeve, në mënyrë që rritja ekonomike të vazhdojë, të jetë konsoliduar dhe Banka Qendrore, Banka e Shqipërisë të kryejë rolin e saj stimulues në këtë rritje ekonomike. Duke ju referuar vjedhjes ndodhur në Bankën e Shqipërisë, Seiko deklaroi se tashmë po punohet me nivelin e sigurisë. Përsosja e sistemeve të kontrollit brendshëm, e të gjithë strukturave në lidhje me rrisjet operacionale, në lidhje me burimet njerëzore dhe kontrollet e ndryshme të sigurisë dhe teknologjike, do të siguronte që mos përsëriseshin ngjarje të tilla në të ardhmen. Banka e Shqipërisë i ka marrë këto masa, po vazhdon të përmirësojë marrjen e masave në këtë drejtim dhe së shpejti ju do të njiheni me të gjithë masat e marra. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë ka zgjedhur që të mos të ndryshojë normën bazë të interesit. Në konferencën e përmuajshme, kreu i BSH-s vlerësoi se politika monetare është në nivelin e duhur, duke e lënë atë 2%.